Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 17 deri në datën 23. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë. Ndërkohë do ftoja të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara, videot e muajit, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, videot e javës që ende s'ka përfunduar, por dhe videon e eklipsit, sepse efektet janë për 6 muaj rresht, por dhe me tema për dashurinë. Gjithsesi do flasim pak në lidhje me këtë javë, si do jetë. Do ketë disa trazira në punë për shenjën e dashit, gafores, peshores dhe briciapit të 10 ditësh të parë. Gjithsesi do sjellë dhe nënshkrime, sepse është një javë që do ketë nënshkrime kontrata, mund të jenë kontrata pune të reja ose kontrata të ndryshme që dëshironi të bëni gjatë kësaj jave dhe më tepër do ndikohen këto shenja të 10 ditësh të dytë. Por gjithsesi, në fund të javës shoh që do buzëqeshni, do keni njohje, do interesante gjatë kësaj jave dhe do jetë një fundjavë më e mirë. Por do keni të zhgënjime gjatë kësaj periudhe, do ketë ftohtësi në marrëdhënie dhe kjo do ndikojë më tepër te shenja e dashit, peshores, të 10 ditësh të dytë. Ju ndoshta do jeni të favorizuar në fillim të javës, por një pjesë prej jush në fund të javës do kenë edhe situata, ftoje në marrëdhënie, distancime ose situata të tilla në lidhje me marrëdhëniet e tyre. Dhe marrëdhënie flasim dhe në lidhje me marrëdhëniet në çift, por edhe marrëdhënie të ndryshme që mund të keni. Ndërsa do ketë edhe diskutime të vjetra që do sjellin disa situata që do sjellin dhe diskutime të vjetra gjatë kësaj jave për shenjën e Luanit, Ujorit, Demit dhe Akrepit. Por do ndihmohet shenja e Demit gjatë kësaj periudhe, shenja e Virgjëreshës dhe shenja e Briciapit të 10 ditësh të parë. Dhe do shohim për gjitha shenjat me radhë. Atëherë fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energji përsëri të shenjave të tokës dhe kemi energjinë e shenjës së Briciapit. Gjithsesi, fillimi i javës ju shoh që ndiheni pak të pakënaqur, ndoshta ndiheni të pavlerësuar, të pakënaqur në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose ju keni punuar shumë fort, keni arritur një lloj standardi dhe jeni duke menduar dhe duke pasur ide të reja në lidhje me punën. Por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Mund të jeni të pakënaqur në dashuri, mund të jeni të pakënaqur te vendi punës, ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme ekonomike që mund të keni pasur, financiare. Gjithsesi, në mesin e javës, shoh që do jeni më të organizuar, do jeni duke punuar shumë fort, ndërkohë në lidhje me dashurinë shoh që mund të jeni edhe duke pasur njohje të reja nëpërmjet internetit, ose ju shoh shumë të lidhur me rrjetet sociale. Për një pjesë tjetër, shohim që do keni marrëveshje të ndryshme, do jeni duke studiuar shumë fort situata të ndryshme që mund të keni, por ndërkohë ju shoh që ju do jeni shumë të vendosur në mendimet tuaja në lidhje me punën, por dhe me anën ekonomike. Shoh që fillimi dhe mesi i javës vërtitet rreth anës ekonomike, rreth punës tuaj, rreth çështjeve që mund të kenë lidhje me anën ekonomike, por dhe me pozicionin te vendi punës ku ju jeni. Dhe fundi i javës duhet keni kujdes se mund të merrni goditje mbas shpine gjatë fundit të javës. Por ndërkohë ju shoh që mund të keni kaluar dhe disa situata tensioni, stresi në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër në lidhje me punën ose me anën ekonomike, ndërsa për disa të tjerë shoh që ju keni marrë mësime nga çështje dhe situata të ndryshme dhe do jeni më të organizuar.
ndërsa për një pjesë tjetër, shoh sepse kemi dhe Venusin dhe Saturnin aty, dhe këtu jemi te energjia e Saturnit, dhe shoh që kërkon vëmendje çdo situatë që ju do keni gjatë kësaj jave, si në lidhje me dashurinë, me njohjet që do krijoni me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por edhe në lidhje me pasionet tuaja, sepse ka lidhje edhe me pasionet kjo energji, por edhe në lidhje me çështjet e punës, çështjet ekonomike, çështje zyrtare të ndryshme që mund të keni, por dhe me persona që mund të jenë toksik, persona që mund t'ju bëjnë mbrapa shpine, mund t'ju godasin mbrapa shpine gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, unë shoh që fundi javës do t'ju gjej më të organizuar në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Denit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi shohim energjinë, jemi me te energjia e shenjës së tokës, që jeni dhe ju vetë, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të tokës përsëri. Atëherë, shoh fillimi i javës ju gjen në diskutime ose në bashkëpunime në lidhje me dashurinë, me një person që keni në jetën tuaj. Ose ju mund të diskutoni shumë rreth çështjes ekonomike në lidhje me familjen tuaj. Për një pjesë tjetër, ndoshta ju jeni duke diskutuar rreth blerjes së një shtëpie ose një investim që dëshironi të bëni. Mund të jetë investim te fëmijët, mund të jetë një investim në shtëpi, një blerje makine, blerje online të ndryshme që mund të keni gjatë fillimit të javës, por fillimi i javës ose ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Ndërsa në mesin e javës ju shoh që jeni duke marrë vendime. Shoh që aty diçka dëshironi ta mbyllni për të filluar diçka tjetër. Sepse shoh që një pjesë prej jush ndiheni të pakënaqur, mund të jeni tepër të lodhur në lidhje me një njohje, me një lidhje ose në marrëdhënie tuaja, dhe kjo gjë ju ka bërë që të përqendroni në një lloj pakënaqësie dhe mos vlerësimi në fund të javës. Për pjesën tjetër, shoh që ju do merrni një vendim në mes të javës në lidhje me pakënaqësi që mund të keni te vendi punës, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të jenë ekonomike, ose mund të jenë dhe çështje të tjera që ju mund të keni. Mund të keni lidhje me familjen, me shtëpinë, me kushtet e punës që ju mund të keni. Gjithsesi, shoh që ju do keni ide në fund të javës. Do me thënë, në gjithë këtë rëmuj ose në gjithë këtë situatë pakënaqësie, aty ju lind një ide. Dhe është një ide që ju do filloni ta vini në zbatim. Dhe kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë, me çështje dhe situata të ndryshme. Mund të ketë lidhje me persona që jeni të distancuar, me persona që keni një shkputje emocionale, mund të jetë me një person që është në distancë, varet nga situatat që keni, por edhe në lidhje me anën ekonomike dhe në lidhje me punën tuaj. Ose mund të ketë lidhje edhe me çështje dhe situata që mund të ketë lidhje me familjen, me fëmijët tuaj, por shoh që sepse aty është krijuar një situatë pak e vështirë, gjithsesi shoh që do keni ide në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë, kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të tokës. Në fillim të javës, ose mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi në fillim të javës, ju shoh që nuk e di, por tregoni shumë të vrullshëm, shumë të nxituar në lidhje me një fillim të ri, me një dashuri të re. Ndoshta një pjesë prej jush mund të ndjeni të pakënaqur, ndjeni të pavlerësuar aty ku jeni ose aty ku ndodheni dhe dëshironi të hyni në një njohje të re, të keni një takim me një person. Për pjesën e beqarëve shoh që dhe ju do nxitoni për të njohur një person të ri, sepse ndoshta është një periudhë ku ju ndjeni të pakënaqur,
ndoshta në lidhjet ose njohjet që keni pasur, dhe gjithsesi unë shoh që aty mbas takimit me këtë person do t'ju lindi një ide. Dhe si do vazhdoj kjo, do ta shohim javën e ardhshme. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me shtëpinë, me familjen. Ju do të regojni pak të nxituar, mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni. Gjithsesi unë shoh që dikush do t'ju mbështesi, është një person dashamirës, por do keni dhe lajme të mira gjatë kësaj periudhe. Dhe këto lajme të mira dhe kjo mbështetje mund të jetë e vendi punës, mund të jetë në çështje dhe situata familjare të ndryshme, mund të jetë në partneritete, sepse shoh që në një pjesë prej jush sikur distancoheni dhe sepse jeni të pakënaqur, të pavlerësuar në lidhje me partnerin ose me partneren tuaj. Por gjithsesi, unë shoh që aty do t'ju lindi një ide për të ndryshuar gjërat. Ndërsa në lidhje me punën, tash është një person që ju ndihmon në lidhje me anën ekonomike, keni lajme të mira, ju keni arritur deri në një farmase dhe jeni duke menduar në lidhje me një ide të re që do t'ju vi gjatë kësaj periudhe. Një pjesë tjetër mund të keni të bëni në lidhje me studimet tuaj, në lidhje me anën tuaj shëndetësore, në lidhje me profesionin tuaj. Mund të jenë edhe studime jashtë vendit, por sepse ju shoh që mendoni në lidhje me një udhtim, por gjithmonë do merrni lajme të mira dhe është një person që ju mbështet. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të filloni edhe të krijoni dhe ide në lidhje me udhtimet që do keni, me marrëveshje të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj jave. Gjithsesi është një javë fantastike edhe për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë, do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar të lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi, jemi të energji e shenjave të ujit që jeni ju vetë, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit. Ju mund të keni të bëni me këto shenja, por mund të keni edhe ascendenten ose hëna në këto shenja. Duhet ta ndiqni patjetër shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë unë ju shoh që keni fillime të reja, një dashuri e re, ju do ndjeni shumë entuziast, do ndjeni shumë të sigurt, do keni shumë vetbesim në lidhje me këtë dashuri. Dhe shoh që keni një takim me këtë person në fund të javës. Ndërsa në lidhje me çështjen e fëmijëve, mund të jetë një shtatzani që do t'ju sjellë shumë gëzim. Ju do ndjeni shumë të gëzuar në lidhje me këtë gjë dhe aty sigur do ndjeni më të sigurt. Ndoshta ju mund të bëni një test shtatzania ose diçka tjetër dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të ndjeni më të sigurt në lidhje me një shtatzani që do keni gjatë fillimit të javës. Ndërkohë, ju shoh edhe në marrëdhëniet në çift, ju shoh mirë, më të konsoliduar, por në rastin tjetër mund të keni lajme të mira në lidhje me fëmijët tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndjeni më të sigurt me fëmijët tuaj. Për një pjesë do merrni një shumë të konsiderueshme parash, do hyni në partneritete gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Thjesht duhet keni kujdes në fillim të javës sepse do keni gjëra mbas shpinës tuaj dhe këtë ja u them nga ana astrologjike. Por unë këtu shoh që është një javë fantastike. Lajme të mira në lidhje me fëmijët, lajme të mira në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, me një dashuri, një siguri ekonomike, marrje të disa parave, një lloj vetbesimi shumë të lartë dhe ju do t'ju duket mes javës sikur keni arritur, keni ngjitur shkallët dhe jeni aty ku ju doni. Dhe ju shoh që mund të jeni dhe duke festuar, duke shtrënguar duart në lidhje me personat që mund t'ju mbështesin në partneritete, por ndërkohë edhe në lidhje me dashurinë shoh që do keni takime. Dhe ju do bëni një takim dhe do jeni shumë të sigurt brenda vetes tuaj për të takuar këtë person që do hyjë në jetën tuaj. Por edhe për ata që janë në njohje, lidhje ose marrëdhënie, është një javë fantastike edhe për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë juftoj të ndiqni në videot e kaluara, por juftoj që të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë jemi te energjia e shenjave të zjarit, që jeni dhe ju vetë, energjia e shenjës së luanit dhe energjia e shenjave të tokës. Në fillim të javës ju shoh në një pozicion mbretëror, me qëllime në veten tuaj në lidhje me një dashuri. Shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, por kjo gjë do t'ju bëjë që ju të gjeni forcën për të vazhduar përpara në lidhje me një dashuri. Ju shoh që mund të keni lidhje ose njohje nëpërmjet rrjeteve sociale, ose ju komunikoni me dikën nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale, dhe do gjeni forcën për ta bërë këtë gjë, sepse shoh që do lini mbrapa shumë sfida dhe vështirësi që keni kaluar në lidhje me dashurinë. Për pjesën tjetër, ju shoh shumë entuziast në lidhje me kontrata, me çështje të ndryshme. Mund të jenë kontrata pune, kontrata për shkuar jashtë shtetit, kontrata studimore, mund t'i merrni nga më të ndryshme. Por ju shoh dhe shumë entuziast në lidhje me këtë gjë. Do jeni shumë karizmatik, shoh një sukses, një fitore në lidhje me ju, dhe ju do lini mbrapa gjithçka që keni kaluar deri në këto momente. Ndërkohë shoh që do keni një energji dhe një forcë të brendshme që do t'ju bëjë që ju të jeni gjatë gjithë kohës duke studiuar çështje dhe situata të ndryshme, duke menduar shumë fort në lidhje me njohjet që do bëni nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale, në lidhje me punën tuaj, ose si të çoni një studim përpara, një bashkëpunim, një partneritet, por shoh që jeni duke studiuar rreth anës ekonomike dhe rreth punës tuaj. Është një javë fantastike, sukses, fitore, me forcë dhe energjinë tuaj të luanit, do jeni në një pozicion mbretëror, por ju shoh edhe do studioni çfarë do lloj situate. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me studimet tuaja. Mund të ketë lidhje, ju jeni duke kërkuar diçka nëpërmjet internetit në lidhje me anën ekonomike, si të zhvilloheni, si të ecni përpara, ose edhe në çështje dhe situata që mund të kenë të bëjnë me dokumenta të ndryshme që mund të bëni online gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ndërkohë, juftoj të ndiqni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë kemi energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të tokës. Ju mund të keni ascendenten ose hënën, por mund të keni dhe të bëni me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës shoh që mund të keni një largim, një distancim, një ndarje në lidhje me një person. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, mund të jetë shkëputje, ndarje nga një punë, nga një marrëdhënie, nga njerëz të caktuar, por shoh që ju largoheni, sepse shoh që dikush, domethënë, sikur ju ka bërë që ju të largoheni. Ndoshta është edhe efekti i eklipsit në lidhje me ju, por sepse është shoh që ju largoheni, dikush ndoshta ju ka trajtuar jo mirë dhe unë shoh që ju largoheni nga diçka. Largoheni dhe ju shoh në një situatë në mes të javës, sikur jeni të mërzitur, dëshironi ta kapërceni këtë situatë ose të largoheni, sepse unë shoh që largoheni nga një situatë, mund të jetë një situatë në dashuri, në njohje, lidhje ose marrëdhënie, ose mund të jetë edhe diçka që ka lidhje me punën tuaj, ose në grupe njerëzish. Një largim nga diçka tjetër, nuk e di, mund të jenë çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me dokumentat, mund të kenë lidhje me studimet, mund të kenë lidhje, ju mund të shkëputeni dhe të mendoni për studimet tuaja për t'u larguar, por fillimi i javës dhe mesi i javës janë pak jo shumë pozitive. Gjithsesi në fund të javës ju shoh që ju do jeni duke menduar të jepni dhe të merrni me një person.
ndoshta të shkëmbeni biseda, mesazhe ose diçka tjetër. Për pjesën tjetër, shoh që ju dëshironi të shkëputeni nga diçka, bini në një situatë ku gjërat nuk i keni shumë mirë rreth jush, por fundi javës ju gjen me marrjen e disa parave, merrni disa para, ndërkohë ato para ashtu si merrni ashtu i shpenzoni dhe kjo gjë ju bën pak të pakënaqur. Ose për një pjesë tjetër mund të jeni edhe duke ndihmuar fëmijët tuaj nga ana ekonomike, në lidhje me studimet e tyre, në lidhje me shëndetin për një pjesë tjetër, ose në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni gjatë javës. Ndërsa për disa të tjerë shoh që mund të keni shumë shpenzime, fatura, shpagesa kredish ose diçka tjetër, dhe siç i merrni ato para, ashtu edhe i jepni, dhe kjo gjë ju ka bërë pak në një situatë sikur sa vjen edhe sikur ju është një situatë ku ndjeni të pakënaqur në lidhje me këtë situatë ekonomike. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.